pas incidentit në gjysmëfinalen e Big Brother VIP Albania, ku Josefin Marko goditi Gjesin me shuplak, në media kanë nisur të qarkullojnë informacione mbi të kaluarën e tij jashtë kamerave. Një dosje tronditëse është zbuluar për Jozin, duke hedhur dritë mbi historikun e tij penal për dhunë ndaj grave, shumë përpara saj të bëjë pjesë e këtij formati. Sipas burimeve të Prive by Libertas Pahiu, një ish-partnere e Jozit, një grua shqiptare, e kishte denoncuar atë për dhunë fizike, teksa dyshohet se ngjarjet kanë ndodhur gjatë kohës që ata jetonin bashkë në Zvicër. Pas denoncimit të saj, ai është arrestuar dhe siç mësohet ka qëndruar në burg për afro 3 vjet, nga viti 2020 deri në vitin 2023, pikërisht gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19. Jurist zvicran të konsultuar nga media kanë bërë të ditur se dënimet e tilla me këtë kozgjatje për dhunë ndodhin vetëm në raste të përsëritura dhe me prova të forta. Vendi ku ai kreu dënimin ka qenë një nga kantonet frankofone të Zvicrës. Ndërkaq, vetëm incidenti i fundit të shtunën ngriti shqetësime të mëdha dhe reagime në Kosovë e Shqipëri. Jozi u arrestua menjëherë nga policia shqiptare dhe u mbajt në paraburgim për disa orë. Ai më pas u lirua dhe autoritetet kanë bërë të ditur se ndaj tij do të vijojë hetimi në liri. Për më shumë rreth kësaj, lexojeni në telegrafi.com.